Ati që do të lajmëroj se ku gjindet biri i tyre, do t'i japin shpërblim. Sa mrekulli? Qa po thuti? Që ka me thonë? Edhe po pyt, ha? Tash nuk do t'a kthejmë pas jata po japin edhe shpërblim. E mbojmë edhe disa dit. E fshehim. Sepse mund të vi milicia t'a kërkoj. Pastaj, pas disa ditësh, edhe shpërblimi do të rritet. Sa i menqur që je? Jo dhe jo. Qa thua? Jo, kur se si nuk do të lejoj që ta kthesh. Ma nep mua gazetën, ma nep! Çfarë po thua tash? Arrisho ta ndalësh fidanin. Ikim shpejt prej këtu. Për shumë për të thëmë? No, nuk është shëj. Nga si fiu tash. Nuk po kuptoj. Unë dua të shkoj në shtëpinë time, se nëna ime qanë. Prandaj të thëmë të shkoj më shpejt. Ta ja fjollën se nuk do të ngucë. More do të ndalë dhe nuk do të alëshoj, sepse më pët një shpërblimi më. Për çka djallin po qesh? Me nërë sa është i fshehur në ujë. Si e ti punën tënde? Jo, po shikoj punën tonë sepse të dy jemi të interesuar për shpërblim. E pse? Nuk po e gjem pra. Po të pres ty. E di se ku ka shkuar. Hajde urime pra, thuaj. Sigurisht është nisur ka rruga asfaltuar. Prej ande edhe ka ardhur. Besa mire ke. E shë, nëse sipat është më... Sigur, të më besoj edhe më parë, tash sigurisht nuk do ta humblim. Të shkojmë ka gjadja pra. Të shkojmë. Dalim në asfalt! Mere kapër! Nuk të dalim në asfalt! Atë në do! Të zuni oko, a? Është, se si duket ata ju duke kërkuar fidanin. Zonja, ik tikim.
ka dojnë, ka dojnë. Jetitin bashkallit e të shkojnë. Unë po frikojmë, sen! E ja tash mos bëzhurëm se... Por sen, E ja sa ta duke në kërkuar. E nëse të gjejnë... se qa nuk mu të reguve. Pse po ikim? E ja tash. Hajde, hop. Hajde. Hajde. More sen, kujt është ky kan? Nuk e di, Ne e morëm pa pyet asken. por kur të arrin në qytet ne do ta kthejmë, sepse tash na duhet. Pa kal si do ta arrinim? Kënde është qyteti? Mund të shkojmë, edhe këndi. E pse ne nuk po shkojmë ande ka rrugë asfaltuar? Kam frikë se na gjejnë. Kush? Ata dhe qergarët, E çka na bëjnë? mua asgjë. E mua? Ty nuk të lëshojnë. I kanë dëgjuar se si flitin për të ndalur ty. Prindërit e tu, si që pash në gazetë dhe si që dëgjova Gjabalin dhe Pajlaçën, duke folur, e kishin dhënë fotografinë tënde në gazetë. Dhe në atë gazetë kishin shkruar se ai që do të kthej ty, do t'i japi shpërblim. Hajde. Ti sen di të lexosh? Jo, E si lexove në gazetë? nuk lexova në gazetë, sepse atë thash se s'di të lexoj. Por dëgjova Gjabalin dhe Pajlaçën duke u grindur dhe e kuptova. Pse s'di të lexosh? Sepse nuk kam qenë në shkollë. Aq i madh e nuk e që në shkollë? Ja, se s'kam pasur mundësi, se prindrit e mi gjithkohën e kalojnë duke shëtitur. As unë nuk kam shkuar në shkollë. Që edhe prindrit e tu shëtisin? Jo, ata rinë në shtëpi, por mua më thonë se ende jam i vogël. Milicia, Po, milicia, shërbimi kujdestar. ju lutem, unë jam babaja atij fëmijës së humbur. Dhe të interesohem se a mos i keni rënë në Keni gjurmë. dhënë fotografinë? Po, e kemi dhënë fotografinë. Me duket se po është edhe në gazetë. Po, edhe në gazetë. Ne pa jemi duke kërkuar. Ju lutem Mos keni shumë merak. nëse i bini në gjurmë. Mos keni Më merak. njerë të me lajmëroni. Unë jam në Ne do t'ju shtëpi. lajmërojmë posa t'i bim në gjurmë. Faleminderit. Ditën e mirë. Çka thënë? Ata në milici ende si kanë rënë në gjurmë. Ku nisesh me? Po dalë të kërkoj. Nuk lash vend pa kërkuar. Edhe ne. Shko. Nuk di më mirë të vidhëm. Jo, më mirë është të rish me shpresin. Kam betër vetur, po mërzitet shumë. A është këndej rrugë apo në qytet? Po ai mund të shkoni edhe këndej, për shumë larg. E atë kal, ku e keni marrë? Ky është kali babit tim. Çka? Është i babit tim. Të tha shumë për këtë kal. Por unë do ta ktheja më një herë. Kush jeni ju? Ky djalë është prej qytetit. Ka humbur. Ata të mirë qergarët, po donin ta ndalin. Kurse unë dua ta kthej në qytet, te prindërit e tij. A, ashtu qenë ka puna, a? Ata gjithë qergarët janë duke na kërkuar.
Tash është vonë, si do të arrini në qytet? S'ka gjë, do të ecim edhe natën. Dhe nuk do të frigoni? Jo! Po, do të frëgromi. Pra, e një sonte në shtëpinë time të flem. Pastaj nesër i them babas që ty përcjell. Çka po thua ti, Fidan? E nëna ime? Çka nëna jote? Ajo çka bën pa mua? Asgjë, ne nesër shkojmë në qytet. Eni tash, më ndihmoni ti mbledh laft dhe nisem. Hajde. Hajde. Maj dritë, është koha që të rëshosh lopë në kolosë. E ata dy? Qka? Mendova në ata dy djemë. Ata di po flenë. I parë se po flenë, por... Qka ke, maj vi, qka po të hynë në punë qështja atyre? E babi ku është? Babi ka shkuar në bjeshkë, vjen ma vona i ka punë. A i them brëm se ti për qëllë dirë në qytet. Ec e të rëshosh lopë në kolosë. Drita, kur është ceni? Nuk e tjetër, nuk e ke parë? Nuk kam shikuar. Shishi nuk qenka. Ku ka shkuar? Pak më parë ishte këtu. Nga në vedo. Nga bëju? U frigova, Fidan? Pisin, të më shefe? Tash të shikoj sa më do. Të dua shumë. E pse më do? Sepse ti po më që në qytet. Jo, në qytet do të na qaj baba i dritës. A është ashtu drita? Po, vetëm se... është bërë diçka? Babi kishte shkuar në bjeshkë. Dua të shkoj në shtëpi. Moj dritë, atër ditën do të prekish. Hajtë shkojnë që lopët. E ti voglush pëse po qanë? Dua të shkoj në shtëpi, te nëna ime. Babi im, që ka bën pa mua? Quni vogël, si të kthehet babi dritës nga bjeshka, unë me njëherë do t'i them. E pastaj ai do t'ju qonë në qytet, ani? Rini ju këtu? Rini. E ti dritë, hajde. Hajde se u bëha dreka e lopët në mbetën në shtëpi. Që ka përtua, bre? Të nisemi me dritën, e kur të arrim në rrugë, ikim. Ku po shkoni ju? Po i ndihmojmë dritës. Ani, ha. Shpet? Po. O lajmëruan do kush. Askush.
A i lënduar? E ki lënduar shumë? Jo, pak. Ja të shkojmë më në shtëpi, ma nuk mund të rritë. A më të regoni ka është qyteti? Tash po nisem nga dalë, sepse nuk mund të esi shpet. Dhe më këmba. Rini dhe e pritni baban, a i vjen dhe ju qënë në qytet? Jo, nuk mund të presim. Kur si nuk mund të presim? E si kur të vje edhe unë me ju? Si? Kisha ardhë me ju, nëse më merni. Sa mirë do të ishte! E nëse vjen ti në qytet, ku do të shkosh? Në shkollës në ndonjë zanat, unë i kam kryer 6 klasë të 8 vjeçarës. E babi më ka ndarë për shkollës për t'i ruajtur lopët. E si kur të vje edhe me ju në qytet, me siguri do të më sa diçka. Iha, sa mirë do të ishte! Eja drita! Eja me ne, babim do të gëzohet kur t'i tregoj se ju ma keni treguar rrugën. Eja drita! Dhe të vi pra, e babim dhe të më kërkoj. E lopët, ku do t'i lesh? Lopët shkojnë vetëm në shtëpi. E prindit tu, shka do të thonë ata? Ata nuk do të din fare për ditën se ku ka shkuar. Jo, unë do t'u tregoj. Po e shkruaj një letër, po ja lidhe një lopës në brirë, me këtë shamin time dhe mande e gjenë të shtëpia. E çfarë do të shkruash në letër? Do t'u tregoj se po shkoj në qytet për të vazhduar shkollimin nëse ndonjë zanat. Për inat që më ka ndalë për shkollës. Ku po shkoni kështu? Po dalim në rrugën e asfaltuar. Po shkojmë në qytet. Nga qytetin ju? Po, Hipni në qere. Hajt! Për brek. S'doni të utoni mo me mua? Jo, po esim këmbë. po presim të një automobil, të një kamion. Si të doni? Faleminderit, Xhaxha. Xhaxha, shumë të faleminderit. Më ndërqofshit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Apo e sheta fëmijët? Nuk di. Ti shikojmë. Ngut. Gaz, gaz. Çka u ndalet? Ti e ke fidan, unë e ika. Pse? A nuk po shëve tu me milicis? Ani çka? Nuk dojnë do të se jemi hona dhe na fusin në burë. Ika! Prit! Prit, ku po të ti? Dua në shtëpi, të nëna ime. Prenga jeti? Jam prej qytet. Shoku milic, ky djol ka humbur e ne po qojmë në shtëpi. Jeti Fidani? Po, unë jam. Ku po më njeti? More qunë. Pse ke hikur? I ke lënë prindët vetëm, ata po qmendën. Par dje ka ardhur të qadra tonë. Nisni prindrët e mi? Prindët tu i njeh tërë qyteti. Edhe ty të njohin se të kanë parë në gazetë. Heni shpejt të vetura jonë, dhe të kthejmë në qytet.
qenë ka qyteti. Mari babaj. Kam qenë shumë gati, më bu për mua me rat? Po, shumë jemi bërë me rat. Kam gjetur edhe shok të tjerë, kam gjetur një shok dhe shoqe. Ky është Teni, kurse kjo është Drita. Teni më ka ndihmuar ta gjej rrugën dhe Drita. Edhe Drita ka ikur prej shtëpisë. E një të shkojmë në vomë. Faleminderit, na pret detyra. Për të mirë u pafshëm. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Qërë bërti pa babë? Kalzam si të mes bre edhe njerë më. A di qka ka bo mani? Qëre njerë. Qëre, a di vesh ka kajtë. E ku e ka më e këta, e ku e ka më. Ha? Hajtë shku për qafi mami. Hajtë për qafi njerë. Qove. Dhe jo si. Che pa budala. Ti mi fai. Nëse mund daj. Ha? Nëse mund daj. Faqë fare. Po shkoj. Ku po shkon? Po kthehem. Shpërblimin? Cilin shpërblim? Që ke qia Fidanit? Asgjë nuk dua, nuk e kam sjell për shkak shpërblimit. Ti kene ndajt me mua? Por unë... Edhe unë po shkoj. E ti ku do të shkosh? Edhe kjo ka ikur prej shtëpisë, pse nuk e kanë çuar të shkoj në shkollë. Dëgjoni, tash do të shkojmë në shtëpitë e madrave. Atje do t'ju blej nga një dhurat. E pastaj tycen. Do të vendosim në ndonjë internat dhe do të regjistrojmë në shkollë. Në qoftë se lejojnë prindërt. Kurse ti Drita, po deshe, mund të rish tek ne. Do të rije me Fidanin. Ndaq vazhdoj shkollën, ndaq ndonjë zanat. Ne do të kujdesemi për ty. Do t'i lajmërojmë edhe prindrit tu.